dashur shikues, në këtë bisedë dhe në minutat e ardhshme ne do të flasim me të ftuarën time, e cila do të ndajë rrugtimin e saj, siç e përmenda, edhe profesional, por edhe personal. Si është të mbash balancin mes karrierës dhe jetës profesionale, do na tregojë rrugtimin e saj në jetën akademike, sfidat e të gjenerit grua në këtë botë universitare, sfidat e arsimit njëkohësisht, por edhe ndryshimet e gjeneratave, si dhe raportin e të rinjve me dijen. Të gjitha këto do t'i flasim me të ftuarën time, për cilën, siç e thash edhe në vetë hapje, është për herë të parë pjesë e emisionit Prizma. Atigje Maksuti, profesoresh, mirë se na erdhët, kënaqësi t'ju kemi sot, do të bashkëbisedojmë sot në copsat më të rëndësishme të jetës tuaj. Do t'i kalojmë kështu në etapat ndryshme, do t'a kalojmë rrugtimin tuaj dhe uroj të jetë një bisedë e rëndësishme për gjithë të ftuarit, të shikuesit. Fillimisht, ju falenderoj për ftesën, Flora, është kënaqësi e imja që të jem në emisionin tuaj. Ku shqyrtoni temat të ndryshme që janë mjaft aktuale dhe të dobishme për shoqëri. Qëllimi i emisioneve tona është gjithmonë që të ftuarit t'i trajtojmë si profil për kontributin që ata japin kësaj shoqërie. Nuk kemi asnjëherë një temë specifike, sepse nuk duam të kufizohemi, meqense kjo shoqëri po ndryshon hofshëm dhe po vinë fenomene nga më të ndryshmet, ne mundohemi që t'i prekim kështu kalimthit të gjitha nga pak. Unë do ta nis nga fillimi i rrugtimit tuaj. Atigje, si ka nisur dëshira dhe rrugtimi yt në jetën akademike? Ke qenë gjithmonë nga fëmiria një vajzë ambicioze, një vajzë e cila gjithmonë e ka dashur shkollën? Si ka qenë rritja yte graduale dhe si nisi ajo dashuria dhe lidhja me jetën akademike? Sinqerisht, do me thënë, ambienti rrethi ku jetojmë na jep atë frymëzimin që të rritemi dhe të zhvillohemi, që t'i ndjekim ëndrat ku atje dëshirojmë që të arrijmë. Që në shkollë fillore ka qenë ajo dëshira ime që të shkruaj, të merrem me poezi, ku kam edhe librin tim të parë që kam votuar që atëherë. Dhe në vazhdim, patjetër që është suporti familjes edhe synimi qëllimet të cilat që vendojmë vetes si target, se ku dëshirojmë, çka dëshirojmë që të bëjmë me jetën. Sfidat janë të shumta, do me thënë, në qoftë se nisemi në për etapa të ndryshme të jetës, sfidat janë të shumta, sfidat janë pikërisht ato që na rrisin. Andaj unë them që nuk duhet sfidat të tejkalohen. Sfidat janë ata që na bëjnë më të fortë edhe u bëjmë ballë sfidave të ardhshëm, se vetë jeta është sfidë. Patjetër që po. Ne zakonisht flasim edhe për prindrit, ata të cilët janë faktor shumë të rëndësishëm në rritjen, në formimin ton, përveç si njerëz, ashtu edhe në jetën profesionale që ne zgjedhim. Ne e dim se sa rol të rëndësishëm luan mbështetja e tyre. Ti si qëndron në raport me mbështetjen e prindërve, sa ka qenë ata dakord në zgjedhjet e tua dhe sa ka ndikuar kjo liri që ata kanë dhënë për të zgjedhë krejt atë çfarë ti ke ndjekur? Unë kam pas fat në ambientin që jam rritë, sepse kam prindër të cilët janë mjaft suportues, kanë qenë çdo herë suportues ndaj meje, ndaj dëshirave të mia. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos te një vajzë, është shumë e rëndësishme. Posaçërisht raporti me babain është ai që na jep forcë që të arrijmë ato targetet të cilat ne i vendosim. Do të thënë, ka periudha të jetës që neve kemi atë nevojën apo për krajën familjare dhe pikërisht kur të gjenden njerëzit më të afërm, ti më nuk je në atë pikë ku ke qenë. Do të thënë, kalon në një etapë tjetër që rritesh dhe zhvillohesh si personalitet. Pra nuk i ke ato dilema që mund t'i kenë shumë vajza, në përgjithësi po flas, sepse dilemat rriten edhe më shumë kur mungon kjo pjesë e mbështetjes. Do me thënë, ti nuk e ke pasur, kjo ka qenë diçka që nuk e ke përjetu dhe është shumë fat, mendoj. Është diçka shumë e mirë. Pa dyshim. Regjia tani nisi t'i lëshoj fotografitë, sepse unë desha të kaloj pak edhe te një segment shumë i rëndësishëm që jo shumë shpesh potencohet, tek mbështetja, rëndësia e mbështetjes së një partneri në rolin e një gruaje ambicioze karrieriste. Unë e di që ju të dy jeni takuar shumë të rinë në moshë me bashkëshortin. Dua të më flasësh pak për këtë pjesë, si ka nisur rrugtimi juaj përbashkët me bashkëshortin, me cilin ju vazhdoni përveç si bashkëshort, edhe profesionalisht të jeni një pjesë shumë të madhe të kohës bashkë. Do të thënë gati një jetë të tërë bashkë. Atë rrugtimi im, do të thënë, vërtet neve kemi filluar të them që fëmijë të jemi të dy bashkë. Në çfarë moshe jeni takuar për herë të parë?
17-18, dhe që atëherë neve gjithër kemi bisedu do me thamë për të ardhmen. Dhe mendoj që edhe të rinja duhet ta kenë target këtë pikë që të bisedojnë për të ardhmen, të fokusohen në pikat e të ardhmës dhe të punojnë në njëri tjetrin për të ardhmen apo ardhmërinë e përbashkët. Sepse kur ti vendosësh që ti jesh bashkë me dikë, do me thënë, dhe ajo është vetë jeta jote. Dhe jetën me cilën e ndërtoni me njëri tjetrin, ashtu edhe zhvillohet edhe pasardhësit apo familja të cilët do pasoje më pas. Padyshim që ne kemi mbështet shumë njëri tjetrin dhe kemi qenë mbështetës të njëri tjetrit. Jam falëndëruese në çdo hap kur unë kam menduar që nuk po ja dal dot, pikërisht ka qenë ai i cili më ka thënë ti mundesh. Dhe vërtet ai frymëzimi që të vjen nga besimi i personit tënd më të afërt është çelësi i suksesit për shumë gra. Shumë e bukur kjo. Më thuaj gjatë këtij rrugtimi tuaj të përbashkët, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me të cilat ju të dy jeni ballafaquar, përmende momente kur ndoshta ai të ka motivuar dhe ka qenë shtyt si yt, cilat mund të jenë disa nga ato momente që ndoshta doje t'i ndaje me ne? Vështirësi, peripeti që dalin sigurisht rrugës, jetë. Sa po më bëri këtë pyetje më erdhën atë shumë në për koksa që nuk di se ku të fokusohem realisht. Po janë ato sfidat e para, do me thënë momenti që kalon kur lindin fëmijët, janë ato vështirësitë e para të cilat i përballojmë. Mëtej ato synimet të cilat i kemi venduar apo caqet në rrugtimin akademik, familja për një grua deri diku bëhet pengesë, do me thënë fëmijët bëhen pengesë, por unë nuk e kam pa asnjëherë si pengesë, kryesisht i kam pas si frymëzim, edhe këtë më ka mësuar bashkë me bashortin tim, kanë qenë kryesisht ata frymëzimi më i madh që ne të dy të vazhdojmë edhe të kontribuojmë jo vetëm për familjen tonë, por rrethin edhe shoqërinë më tej. Kjo është ideja, sepse ne vazhdimisht në emisione duam që t'i motivojmë të rinj, duke u munduar që të zgjedhim këtë mister do thoja që e quajmë të ruhet balansin në jetë. Sepse ideja është t'i kesh të dyja dhe të dish të ruash balansin edhe mes jetës familjare, por edhe asaj profesionale. Një dëshmi e kësaj jeni edhe ju, prandaj jo rastisht jeni pjesë e emisionit ton për të përquar pikërisht këtë mesazh. Përmendet mëmsinë, ju jeni nën e dy fëmijëve, një djali dhe një vajzë, të cilët tashmë janë të rritur, besoj e keni kaluar atë krizën më të madhe të fëmijëve kur janë të vegjël dhe i keni për këmbë, siç themi ne. Ata tashmë janë më të rritur. Dua të flas në momentin e parë, më thuaj kur je bërë nën, si ka ndryshuar jeta yte, si e ke përjetuar këtë përvojë që është definitivisht përvoja më e bukur që mund ta përjetojë çdo vajzë, çdo grua. Për mua ka qenë përjetimi më i bukur që e kam përjetuar dhe e them në momentin që ka ardhur në jetë djali im, jeta ime ka ndryshuar komplet, do me thënë dimenzionit të menduarit tim ka ndryshuar komplet, sepse nga i momentu nuk e kam pa veten si individ, por një bashkësi, do me thënë, çdo sukses, çdo vepër, çdo pozitivitet të themi, do me thënë është diçka që është e përbashkët. Prandaj veprimet janë për të mirën jo vetëm individuale, po edhe të fëmijëve tonë. Kjo është një koncept besoj që çdo nane, jo vetëm i imi. Sigurisht. Edhe pse çdo vajzë, çdo grua e përjeton ndryshe mëmsinë, disa ndoshta pasi sjellin në jetë një fëmijë e kalojnë pak më vështirë dhe depresionin që quhet depresioni postpartum. Keni kaluar ju ndonjë fazë të tillë dhe sa ka qenë e nevojshme mbështetja e bashkëshortit, por edhe familjes për ta tejkaluar? Sepse unë mendoj që ky depresion është pak më i theksuar te gratë që janë ambicioze, sepse ju duket sikur për të rikthyer sërish në jetën aktive do duhet më shumë punë, më shumë kohë. Ti si e ke përjetuar si një grua e cila ka dhe karierën shumë të rëndësishme si pjesë të saj? Në fakt, unë jam bënë një moshë të re, në me thënë në moshën 22 vjeçare kam pasur djalin. Njëkohësisht kam qenë edhe në përfundim të magjistraturës. Po unë do thoja që nënat të reja, do me thënë për ta kalu këtë stres që vim postpartum pas periudhës, është angazhimi që ato duhet të kenë. Do me thënë ata duhet të jenë të angazhuar, andaj krahas që e kisha fëmijën, do me thënë, unë e vazhdojsha që ëndrat e mia të ndjek. Nuk u bë fëmija im pengesë për të ndjek ëndrat e mia. Pikërisht u bë motiv edhe forcë për t'i vazhduar më tej. Shumë e bukur kjo pjesë. Tani të kalojmë tek vajza. Ajo sa diferencë ka me djalin?
5 vjetë. 5 vjetë. Dhe këto 5 vite si kanë qenë para se të vinte vajza në jetë dhe si e ka ndryshuar apo zbukuruar jetën tuaj, apo në fund edhe kompletuar këtë portretin tuaj familjar? Se ne dim se sa dashuri japin vajzat. Prandaj po ta bëj këtë pyetje. Kryesisht vajzat janë ata të cilat e japin atë dashurinë më të madhe brenda familjes. Burimi i dashurisë në çdo familje. Apo thon ndryshat puzzle-in e familjes janë ata të cilat e kompletojnë. Andaj me ardhjen në jetë të vajzës ushtuan obligimet, po njëkohësisht ushtua edhe dashuria, ushtua motivi, gjë të cilat na bën që neve të ndërmarrim hapa më të shpejta rreth atyre synimeve që ne kishim. Për ty, cila ka qenë periudha më e vështirë pas ardhjes së të 2 fëmijëve të ndjekësh edhe karrierën njëkohësisht, sepse ne e dim që tani më prioritet nuk është vetja, por janë fëmijët, janë obligimet dhe dita nuk nis ashtu siç nis tek gratë të cilët nuk kanë fëmijë. Për ty, cilat janë sfidat e përditshme si një nën, por edhe një grua që ndjek profesionin? Unë dhe thoja, fillimisht kam pasur atë qëllimin që unë të jem angazhuar në një institucion që do ke mundësi që t'i kem edhe fëmijët me vete. Gati më një dekadë, do me thënë, unë jam drejtuese e një institucionit të arsimit jo formal, dhe kam pasur mundësi që të në kohës t'i kem edhe fëmijët me vete, ku shpesh herë ata kanë qenë edhe ato suportusit e projekteve të reja, apo ato ideatorët që më kanë thënë, do me thënë, po si kur të bëhesh të kështu, po si kur të bëhesh të në këtë formë, do me thënë kanë qenë për krahës gjatë rrugtimit tim akademik. Besoj kjo duhet që jetë si një përparësi për ty. Edhe pse pas ke mirë mendu këtë pjesë që ti kyçesh dhe ti kesh edhe fëmijët me vete, po nga ana tjetër edhe të ndjekësh një pasion dhe një mision që po e ndjek tashmë më shumë se një dekadë nëpërmjet të kësaj akademie. Do ndalemi te kjo akademi, të flasim pak. Këto 10 vite si po e përjeton gjithë këtë sukses dhe cili është misioni i akademisë? Misioni i akademisë është kryesisht mision i cili ka të bëj me mbushjen atyre boshllëqeve që të rinjët kanë nevojë. Do të thonë ndjekjen e trajnimeve profesionale, mësimin e gjuhëve të huaja. Duke parë tash me që jam në 2 dimensione, e shoh atë realitetin mes teorisë dhe praktikës se si funksionon. Dhe shoh se është një handicap brenda shoqërisë dhe është mjaft e nevojshme që të kyçen më shumë projekte të cilat janë reale dhe janë praktike. Andaj trajnimet të ndryshme në këtë drejtim janë ata që i mbushin këto zbrastira që të rinjët të arrijnë qëllimet e vëna apo synimet se ku dëshirojnë që të arrijnë. Para pak ditësh unë isha në Tetov në një panel diskutimi aty ku patëm rastin të bashkëbisedoj me nxënës edhe të shkollave të mesme, edhe të shkollave fillore dhe kërkesa e tyre apo ata dua një manual sepse nuk ju pëlqen qasja e arsimtarëve dhe asaj çfarë ju ofrohet. Ata ndihen sikur janë të detyruar të lexojnë diçka që nuk e pëlqejnë apo janë të detyruar thjesht të ndjekin manuale që u jepen nga mësimdhënësit. Për ty, cilat mendon që janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen nxënësit dhe nga përvojat që ti ke me fëmijët të cilët janë pjesë e akademisë, sepse besoj që ata vinë dhe kërkojnë të kundërtën diçka që ju mungon ndoshta në arsimin formal. Tash teknologjia e AI, do me thënë, ka bërë ndryshimet shumëta edhe në procesin e arsimit. Sepse më parë mësimdhënësit kanë qenë informatorët, ata të cilët i kanë informuar, do me thënë nxënësit, studentët, që të vinë deri tek informacioni për të realizuar atë që dëshirojnë të realizojnë. Mirë, po teknologjia, informacionet të shumëta të cilat ato arrin në një periudhë shumë të shkurtër arrin tek informacioni dhe të thoja edhe mbi kërkesë informacioni kanë, dhe kjo e ka bërë të mundur që të bezdisen edhe gjatë orës. Andaj duhet, do me thënë, që të bëhen jo vetëm teori, po të bëhet një praktikë dhe teori, një balancim mes praktikës edhe teorisë, që edhe vetë nxënësit të kenë motiv për ndjekjen e leksioneve. Po, ndoshta edhe një gërshëtim i moduleve klasike shkollore me atë çfarë e kërkojnë ndoshta këto gjeneratat e reja, gjenerata e kësaj teknologjie dhe sigurisht
kësaj kohe ku gjërat po ecin kaq shpejt dhe duhet të adaptohen, mendoj edhe mësimdhënësit që ky gërshëtim do shta ta bëjë edhe sistemin arsimor, por edhe procesin mësimor pak më modern, do thoja. Besoj kjo ishte ajo kërkesa më sa arrita ta kuptoj unë nga vetë nxënësit. Çfarë janë projektet më të rëndësishme të cilat ju mendoni që i kompenzoni për t'i shtuar dhe për ta kompletuar gjithë atë çfarë mungon në shkollë? Çfarë ka qenë prioriteti i akademisë tuaj dhe krejt ajo çfarë ofroni? Kështu, unë do thëhet që roli i mësimdhënësve nuk është më informatorët, por duhet ta kenë rolin e mentorëve apo udhërofyesve se në atë se çka të rinjët i orientojnë në atë çka dëshirojnë që të bënë, sepse në marrjen e informacioneve ato arrin shpejt. Mirë, po balancimin mes këtyre të dyave është pak më problem. Andaj edhe me projektet e radhës neve kemi këtë synim, që nëpërmjet trajnimeve, projekteve të radhës të cilët i kemi edhe projekte nëpërmjet asociacioneve që i kemi në bashkëpunim, të mundim të realizojmë për të rinjët që atë të marrin një orientim rreth jetës apo karrierës të tyre se çka do të vendosin për të ardhmen. Sepse të rinjët i shohim në një dilemë mjaft të madhe. Shkaku i teknologjisë është ngarkesës së informacioneve, krahasimit i cili bëhet me vende të ndryshme. Prandaj neve si mësimdhënës do të jemi mentor të atyre që të vendosen në hapat më të sigurta për ardhmërinë e tyre. Ashtu. Unë përmenda që brezat e rinj po ndryshojnë realisht me ritme shumë të shpejta. Ju si e shihni ndoshta këtë ndryshim para një dekade, para 10 vitesh dhe nxënësit e kësaj periudhe të viteve të fundit. Shen ndonjë dallim të madh, nëse po, cilat janë dallimet kryesore të cilat ju i keni detektuar tek nxënësit dhe brezat e rinj? Dallimet janë shumë të mëdha. Njëherë fillimisht do të thënë fillim prit e fëmijët parashkollor. Vini që ta mësojnë anglishtën, ndoshta tash vinë ta mësojnë gjuhën shqipe. Do të kthehemi te kjo që është baza. Vinë ta mësojnë gjuhën e tyre amtare, se gjuhët e tjera i dinë. Po, se tash do të thënë teknologjia e ka mundsuar që ato të dinë gjuhët e huaja, të kenë qasje në informacione të shumta. Ka ndryshuar, do të thënë, edhe nxënësit kanë ndryshuar edhe metodat e mësimdhënies, prandaj është ajo thënia sikurse pajisje që duhet bën update edhe në njerëzit duhet bëhemi update gjithkohës për të pajisur me informacione më të reja, metodat më të reja të përdoren. Këtë e bëjmë edhe ne, do me thënë që të mundohemi të arrijmë atë që e kemi synim për të mirën e të rinj. Për ju, sa është e vështirë si mësimdhënës që të adaptoheni me krejt këto ndryshime, me këto kërkesa interesante, gjëra të cilat po ecin kaq shpejt, sa edhe ne po habitemi se si erdhëm nga një fazë tjetër në një fazë komplet tjetër, që edhe për ne prindrit po është në momentet të caktuara e panjohur. Nuk po dim edhe ne si të veprojmë në këto situata. Është e vështirë, do të thënë, në këto raste duhet çdo mësimdhënës i ka ato principet e veta, ato parimet e veta, mirë po neve vazhdimisht duhet që të jemi të pranueshëm. Atëherë kur e shohim që ne jemi të pranueshëm tek nxënësit, tek ata të cilët i marrin informacionet prej neve, atëherë arrijmë që neve të ofrojmë shumë më shumë dhe të bëjmë një miksim mes asaj që është praktike dhe asaj që është teorike. Teoria sot është diçka, do të thënë, që në gjithë në për universitete, në për çdo kund, do të thënë, jemi të angazhuar që ta mësojmë bazën e teorisë. Mirë, po praktika realisht është ajo që neve na mëson në realitet, edhe është puna të cilën do e punoj edhe gjatë gjithë jetës. E vërtet. Unë kam përshtypjen që prindrit ndahen në dy kategori, prindër të cilët e shohin si normale që fëmiu të flasë gjuhë të huaja para gjuhës amtare, por edhe një kategori tjetër që i rrisin me të kundërtën e kësaj, e kanë prioritet që fëmia në shtëpi të mësoj fillimisht gjuhën amtare, mëson pastër, bukur ta flasë gjuhën e vet, sepse kjo ka shumë rëndësi. Kur ti e flet gjuhën tënde amtare, gjuhët tjera do i mësosh patjetër pas një dyshim shumë mirë. Me çfarë kërkesa vinë prindrit e fëmijëve parashkollor te ju dhe si u asqaroni ndoshta këtë problemin e parë që është gjuha? Realisht është gjuha primare që duhet mësohet, do të thënë gjuha amtare. Nuk jam kundër asaj që do të thënë duhet kenë qasje edhe në për që të arrijnë që të mësojnë, sepse ato duhet të ecin në kohë me moshatarët e vet.
sepse vjen një periudhë ata fëmijë të cilët nuk kanë pasur qasje, nuk ja kanë dhënë prindrit telefonat, ngelen pas prej moshatarëve të tyre dhe fillojnë ato ngacmimet në shkollë. Do të thënë gjithçka duhet të jetë e kufizuar, gjithçka duhet të ketë mas, por paraprakisht është gjuha amtare dhe nanat janë ato të cilat e kanë këtë rol kiç dhe përkushtim tek fëmijët. Dhe si sqaroni këtë pjesë? Zakonisht në këtë pjesë, do me thënë, ne jemi pro mësimit të gjuhës shqipe dhe tek ne mësimet për parashkollorët i ofrojmë vetëm në gjuhën shqipe, sepse ajo është baza e suksesit për të vazhduar me gjuha amtare. Ne vazhdimisht po flasim, po trajtojmë tema, ne po shohim edhe shumë studentë të cilët dalin në për sigurisht debatet ndryshme dhe vazhdojnë të kenë thirrje se sistemi arsimor në këtë vend po çalon. Atigje, një jetë dedikuar jetës akademike, më thuaj, cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat sipas teje po përballet arsimi në vendin tonë? Arsimi në vendin tonë, do me thënë sfidat me të cilat po përballet është kryesisht teknologjia dhe mënyra që arrihet shpejt në informacion. Por targeti nuk duhet të jenë vetëm diploma, do me thënë që të arrihet vetëm të merret një diplomë, sepse mësimi vazhdon edhe pas diplomës. Ti e ke një profesion, do me thënë merret një profesion me anë të diplomës, ta përcakton një profesion, por të mësuarit vazhdon edhe më tej. Andaj arsimi me të vështirësitë me të cilët përballet sot janë pikërisht të çështjet mes balancimit të teorisë dhe praktikës. Tani pak dua të flasim në segmentin gratë në botën universitare apo jetën akademike. Sa është e vështirë të jesh një grua në këtë botë, sipas teje? Të jesh grua është pak me vështirë, do me thënë, se sa gjinia e kundërt, sepse neve i kemi ato obligimet familjare, fëmijët, prandaj është mjaft e vështirë që të jesh në këtë fushë, por jeta ime është brenda një trekëndshi, do thoja, do me thënë jetës akademike, ku angazhimeve të shumta në për konferenca, projekte të ndryshme, jetës familjare, edhe udhëheqësisht, sepse udhëheqësia është kryesisht një sfidë në vete. Në vete, definitivisht. Që ka në për fusha të ndryshme, barjera të ndryshme, sfida të ndryshme. Prandaj, ai balancimi me këtij trekëndshi ta jep atë mundësinë që të jesh gjithkohës e përmbushur, do të thënë në aspektin emocional, në aspektin e kohës dhe feedbackut që marrish, padyshim. Sigurisht. Sa ka qenë për ty lehtësuese që ndoshta në shumicën e aktiviteteve dhe impenjimeve tua të kesh përkrah dhe bashkëshortin, sepse ne e dim që jetojmë në një vend patriarkal ku gratë ambicioze, gratë të cilat kanë një zë pak më të fortë se sa masa, zakonisht dinë edhe të goditen në elemente nga më të ndryshmet. Ti e sheh veten që ke qenë pak e mbrojtur, ke pasur një mekanizëm mbrojtës në këtë aspekt, të duket lehtësuese që ndoshta barën ta ndash me bashkëshortin, duke marrë parasysh që në shumë nga udhëtimet, seminaret ju jeni, besoj, gati se gjithmonë bashkë. Sigurisht që po. Do me thënë edhe vetë siç e thatë, neve jetojmë në një ambient të tillë që shpesh herë edhe po sulmohemi, do thoja, në këto pikat, kur dikush mundohet dhe është ajo mbrojtja apo ajo mburoja që ne mbështetemi. Prandaj edhe bashkëshorti për gruan është mbështetje, janë ndaj njëri tjetrit edhe ashtu jemi edhe ne. Pra ty të ka shërbyer shumë mirë kjo që je njohur që shumë e re dhe këtë sfidë ndoshta nuk e ke përjetu, po ke pas sfida tjera profesionale, në të cilat energjinë që do e kishe harxhu në këtë segment e ke harxhu në gjëra tjera shumë kualitative. Atigje përmende diplomat dhe fokusin e nxënësve vetëm për të marrë një diplomë, studentëve të cilët shohin dhe kanë prioritet vetëm një diplomë dhe kaq. Si e sheh këtë pjesë ti? Kjo është diçka që duhet të ndryshohet. Dhe vlerësimi mendoj që nuk duhet të bëhet vetëm me nota, por në bazë të kreativitetit. Se sot kemi aq shumë mundësi të shumta që kreativiteti e bën një person, një individ të dallueshëm. Ashtu është edhe tek studentët apo tek nxënësit. Prandaj vlerësimi nuk duhet të jenë vetëm nëpërmjet notave apo vetëm nëpërmjet diplomave të cilat do arrish në përfundim që ta marrish, por kreativitetit dhe mundësive të cilat të shfaqen gjatë këtij procesi. Prandaj janë projekte të ndryshme që duhet të realizohen, duhet që të bëhet një miksim mes punës edhe praktikës, teorisë edhe praktikës.
Këto janë gjitha ata që besoj që duhet ndryshuar në sistemin e sotëm arsimor. Përveç përgatitjes profesionale, ku ne e dim që rol këtë shkollat kanë sigurisht të përgatisin nxënësit dhe studentët profesionalisht, sa mendon që shkollat dhe universitetet i përgatisin nxënësit për jetën dhe që pas studimeve ata të jenë të gatshëm përveç tregut të punës të jenë edhe të rritur të cilët mund t'i përballojnë edhe sfida tjera me cilat vjen profesioni. Mendon që duhet edhe kjo pjesë pak të jetë më e theksuar, ndoshta dhe të kontribuohet pak më shumë në këtë segment. Patyshim që institucionet arsimore janë në baza asaj që e marrin, domethënë gjeneratat e reja për të vazhduar më tej. Këtu do thoja jam edhe unë nga ata që në biznes planin që kam hartuar në master ka qenë, pikrisht është ai biznes plan të cilin unë me njëherë fillova që e fondova një synim, një qëllim të jetës time, dhe sa po përfundova magistraturën, unë u angazhova në që të punoj po të njëjtin projekte cilën i kisha realizuar. Mirë po synimi im nuk ishte do me thamë vetëm ajo, ishte edhe që të arri të punoj edhe ma shumë në një gradë më të lartë të arsimimit, ku edhe kam edhe doktoraturën në të njëjtin drejtim, dhe kjo ma ka bërë që të miksoj të di mundësit për të ofruar më shumë tek të rinjët. Me qenë se përmende periudhën e studimeve tua, dua të kthej pak në kohë në atë periudhë. Më thuaj nëse bëjmë një paralele të jetës studentore dikur dhe asaj tani, cilat janë dallimet më të mëdha të cilat ishe, atë që ti e ke përjetuar si studente, atë çfarë janë ofruar në ligjerata nga profesorët dhe atë që e sheh ti sot si gjendje reale të kohës. Fillimisht neve kemi qenë shumë student dhe tash ka shumë pak student krahasi me numrin që ne kemi qenë, edhe vetë numri studentëve ka krijuar atë atmosferë të mirë të punës, po besoj që neve nuk arrim që të futemi në botën atyre që janë sot, sepse edhe ato po e përjetojnë në një formë e shijojnë jetën studentore. Atigje, nga krejt kjo që folëm në rrafshin profesional tëndin, më thuaj çfarë është një projekt apo një arritje ytja që për cilën ti je shumë krenare me vetën. Krejt mundin, krejt atë dashurin që e ke lënë në një projekt të caktuar, mirë po si feedback që është kthyer suksesi. Projekti më i bukur i jimi, do thoja, dhe që vazhdoj të kontribuoj, është pikrisht akademia të cilën Vision Academy, të cilën unë operoj dhe e udhëheq. Është si një fush një ytja, besoj që e ke rrit, tani është... Dhe them shpeshherë që unë i kam 3 fëmijë. 2 janë fëmijë dhe një është përkushtimi im të cilën e ndjej po aq sa edhe familjarët e mi. Do me thënë, një sipërmarrës do thoja që biznesin e vetë të cilin e ka arrit, e ka zhvillu, e ndjen pikrisht si një pjesë të familjes. Prandaj është një nga projektet më i bukuri që unë e kam pas, sepse shoh rezultatet. Më shumë më gëzon ajo periudha kur unë shoh ato gjeneratat e cilët kanë qenë tek projektet parashkollore apo tek projektet për fillorist, dhe tani i shoh të rritur. Do të thënë, është ajo ndjesia që nuk përshkruhet as me fjalë. Besoj shumë ndjenje bukur duhet jetë. Ne folëm për shumë shqetësime, unë folja nga këndi më shumë edhe si prind, por sigurisht e kam patjetër të ruaj atë qëndrimin tim në këtë pozicion që jam, por ne shtruam ca nga shqetësimet e sistemit arsimor dhe sfidat aktuale. Çfarë mendon që do ishte një këshill e bukur drejtuar të gjithë studentëve, nxënësve, por edhe prindërve, sepse ne e thamë në fillim se sa kyç është roli dhe ndikimi i familjes, prindërve konkretisht në formimin e fëmijëve, të cilët bëhen të rritur. Të thoja që prindërit të jenë më të angazhuar dhe të jenë më të angazhuar në për angazhime të ndryshme të cilët janë për prindërit, apo të ndjekin më shumë trajnime të cilët kanë të bëjnë kryesisht me motivimin e fëmijëve, apo mënyrave të ndryshme që ato të rinë të jenë përkrahësit kryesor të fëmijëve të tyre, sepse suksesi nuk fillon në një moshë të rritur. Suksesi fillon kryesisht në një moshë mjaft të vogël, atëherë kur është ajo mbështetja më e madhe prej familjes edhe prindërve. Ndërsa për studentet apo të rinjët do të thoja që qëllimet të cilët i keni venduar si target janë pikrisht ato qëllimet të cilët duhet
kohët që të punoni dhe jo të dorëzoheni në sfidat e para të cilat ju qasen, sepse çdo proces ka sfida dhe sfidat i merrni jo si pengesa, por sfidat i merrni si forcë për të vazhduar edhe një herë më fuqishëm. Jam plotësisht dakord. Tani kthehemi edhe një herë fëmijëve tuaj, sepse ne shumë shpesh e dëgjojmë thënien fëmijës nuk duhet t'i thuash me fjalë çfarë të bëj, por fëmijës duhet t'i ofrosh modelin për ta ndjekur. Sa është përgjegjësi për një prind në këtë kohë moderne dhe këtë jetë dinamike që t'ja jap tamam modelin e duhur për ta ndjekur? Për ty si nën, sa është përgjegjësi kjo? Është përgjegjësi, sinqerisht është përgjegjësi mjaft e madhe, prandaj unë tentoj që gjatë kohës edhe të punës t'i kem fëmijët me vete, sepse sado që unë të them se cilat janë ato mundësitë e punës, ato prap nuk do ta kuptojnë, ndërsa kur e shohin realisht, ndryshe edhe të kuptojnë edhe ndryshe edhe veprojnë. Do e ceki një rast, për shembull, kur marrim neve librat, jemi të dy duke lexuar, dhe pa mos ju thënë fëmijëve, dhe ata automatikisht i marrin librat edhe lexojnë. Dhe nëse ju themi merrni të lexoni diçka, okay, e lëm për pak më vonë. Dhe ne jemi ai shembulli që ato ndjekin. Jo fjalët, por kryesisht veprat tona janë që ato ndjekin. Kjo është e vërtetë absolute, këtu nuk ka dilema as pak. Po, deri tani kanë shfaqur ato simptomat e para se çfarë duan në jetë, kanë nisur që të japin preferenca qo për profesionin e tyre, qo për pasionet që i kanë aktualisht, sepse ne dim që me moshën ndryshojnë edhe pasionet, por edhe preferencat. Fëmijët tuaj deri tani si qëndrojnë në këtë aspekt? Kryesisht po. Djali është më i orientuar ka shkencat natyrore, ndërsa vajza me artin, pikturën, violinën, janë disa pasionet të cilat që i ndjek prej tash. Dhe ne si prindër nuk ta ngelet gjë tjetër përveç se t'i suportojmë atë që ato e ndjejnë ta arrin. Sigurisht që po. Atër ne kemi arritur drejt fundit, edhe për ty, si që më thej, gjatë marketingut ishte surpriz kjo bisedë, sepse zakonisht bisedat tuaja kanë qenë gjithmonë të orientuara vetëm në rrafshin profesional, por kjo është e bukra e këtij emisioni që ne mundohemi të ftuarit tanë t'i zhveshim pak nga profesioni dhe të fokusohemi edhe në dimensione tjera. Target kemi dimensioni njerëzor që është më i rëndësishmi, sepse ne kur e njohim këtë, na bëhet edhe më e lehtë ta kuptojmë edhe versionin profesional të një personi. Faleminderit shumë që na dhe këtë mundësi të njohim pak më ndryshe për herë të parë në emisionin tonë. Ishte shumë kënaqësi. Ju falenderit edhe juve, ishte kënaqësi dhe një surprizë mjaft e bukur për mua të them sinqerisht, sepse nuk e prisja që të flasim për familje, për fëmijët, por janë motivi dhe forca më e madhe ata që këtu ku jam, do thoja jam fal tyre. Prandaj çdo forcë e cila buron prej neve është kryesisht familja dhe rrethi i jon. Ju falenderit shumë edhe një herë për ftesën, ishte kënaqësi edhe ime. Kënaqësia ishte e jona. Faleminderit shumë për kohën dhe mundësinë. Faleminderit. Të dashur miq, uroj që kjo bisedë të ka shërbyer si dozë motivimi për sot. Ne mundohemi që këtë dozë motivimi t'u japim çdo ditë me të ftuar me profile nga më të ndryshmit, sepse unë gjithmonë e kam thënë që çdo personalitet që ka arritur cakun apo qëllimet në jetë ka kaluar dhe ka një histori interesante për t'u ndarë dhe ne insistojmë gjithmonë që këto histori të tregohen të vërteta ashtu siç janë, sepse rruga e suksesit nuk është asnjëherë rrugë e lehtë, është rruga më e vështirë, por që finalja është gjithmonë më e bukur dhe më e ëmbla. Unë me kaq e përmbyll këtë edicion të Prizma për sot, si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq ne takohemi pas fundjavës ditën e hënë në terminin e rregullt të orës 16:40. Deri atëherë qofshim me shëndet dhe dhuroni sa më shumë dashuri tek njerëzit të cilët ju rrethojnë dhe për ata të cilët ne kemi nevojë. Mirëmbëjtje.